Mëngjeset pas një nate me laringit janë pak problematike sepse Bato nuk ka dëshirë të shkëputet nga unë, pasi e binda të ullet në divan. Fillova të heq aerosolin dhe gjithë produktet që na shërbyen në darkë. Pasi luajti pak me dhallën që kërkoi, u bind ta pi dhe ndërkohë unë përfitova nga rasti të përgatis mëngjesin. Këtë periudhën e fundit kërkon vetëm ndryshërë, duke qenë se ishte pak i grindur, e ushqeva unë dhe më pas përfitova nga rasti që po luante për të përgatitur mëngjesin për vete. Përgatita disa pancakes proteinik që nuk dolën keq. Pastaj kalova tek larja dhe mbushja e gotës Munchkin, kemi shpëtuar. Ndërkohë që Rio vazhdon të flinte gjumë, ne kaluam në banjo për të larë dhëmbët me furçën dhe pastën e dhëmbëve nga Jack and Jill. Nuk harroj kremin e skalpit Kokoso, kemi paralisht ndryshime, dhe po nga Kokoso balm stick për faqet. Më pas kalova të përgatitja elektroliteve për në palestër, jam duke përdorur hidrolitet e Power of Nature dhe nisa të përgatit çantën e çerdhes, duke qenë se Bato e kishte marrë veten dhe ishte shumë mirë. Vlogun e plot e gjeni në kanalin tim YouTube. Ciao ciao.